Nga 7 sfidat kthyese të 1/8 së finales SACA në program nesër, më interesantja pritet të jetë ajo që do të luhet në Tetov mes Teteksit dhe Shkupit. Të dy ekipet në takimin e parë të para një muaji në Çajir kishin remizuar 1-1, ndërsa nga dueli nesër shkupianët janë optimistë se mund të kthehen me plasman në raundin e ardhshëm. Jemi të përgatitur dhe me ndihmën e tifozëve mund t'ia dalim, është shprehur në stërvitjen e fundit të ekipit trajneri Zekiria Ramadani. Pres angazhim maksimal, pres disiplinë, normal që në fund pres edhe fitore ndaj Teteksit. Kishim kohë të mjaftuar për të përgatitur ndeshjen kundër Teteksit. Mendoj se jemi përgatitur edhe taktikisht, edhe fizikisht, edhe psikikisht. Normal, në çdo aspekt jemi përgatitur ashtu si duhet. Ne duhet t'ja bëjmë hizmetin punës, duhet të dalim fush me seriozitet dhe normal mendoj që përkrahja e tifozëve do jetë në numër sa më të madh dhe me ndihmën e tyre normale dhe me ndihmën e Zotit do ta eliminojmë Teteksin. Nga ana tjetër, kapiteni i ekipit Suaz Endeli u shpreh që rezultati nga sfida e parë nuk është në favorin e tyre, por edhe se shpresojnë në paraqitje të mirë nesër në Tetov. Ne si zakonisht edhe për këtë ndeshje ashtu jemi përgatitur. Nuk kemi kushtuar rëndësi të veçantë. Kemi ndoshta një rezultat jo shumë në favorin ton, po si ka edhe një ndeshje, jemi të përgatitur maksimalisht që ndoshta edhe mund ta kthejmë në favorin ton. Do japim maksimumin, ka edhe 90 minuta, shpresoj që të dalim me rezultat pozitiv. Sfida mes Teteksit dhe Shkupit, me fillim në orën 15, do të zhvillohet nesër në stadiumin e qytetit në Tetov.